Përshëndesim të gjithëve, mirë se vini në preskonferencën për shtyp. Shkëndija në një moment historik për të nisur një etapë të re në debutimin e saj në fazën e ligës në Conference League. Nesër na pret përballja me Rayo Vallecanon në kuadër të raundit të parë, me ne trajneri Jetën Beqiri dhe kapiteni Besart Ibrahimi për të folur rreth pritjeve të Shkëndijës dhe gjithasaj që do të jetë interesante nga ana gazetarëve. Është një ndeshje e rëndësishme për ne si klub, si staf teknik, si futbollist dhe të gjithë të cilët janë të angazhuar në klub, për shkak se është diçka historike sa i përket debutimit ton në Ligën e Konferencës. Gjithashtu është e jashtëzakonshme edhe situata që do luajmë me një ekip të një lige shumë të respektuar. Po, është ndeshje historike për të gjithë ne. Jemi të kënaqur që kemi ardhur deri këtu. Jemi të gatshëm të hapim maksimumin, e dimi me çfarë kundërshtari luajmë nesër, e vlerësojmë. Normal është për ta vlerësuar, por e jona është të dalim fushë të japim maksimumin edhe të shpresojmë që futbolli nuk fiton çdo herë më mirë. Besoj që nuk do ish korrekte që të përzgjedhim një futbollist të Rayo Vallecanos për shkak se ka shumë futbollistë cilësor dhe unë do doja t'i respektoj gjithë ato. Dhe sa i përket skuadrës, është një skuadër agresive që luan një futboll modern dhe atmosfera që krijohet këtu në stadium është gjithmonë e jashtëzakonshme. Edhe unë nuk do e kisha veçuar ndonjërin prej lojtarëve, normali kemi pa ndeshjen me Barcelona dhe me Sevilla. Besoj që janë një grup i mirë, luftojnë shumë, edhe besoj që është një ekip luftarak. Për ne është shumë e rëndësishme që të bëjmë një paraqitje të mirë, mundohemi të japim maksimumin. Është shumë e vërtetë që ne nuk jemi përballur me skuadra të këtij nivelit, nivelit kësaj lige siç është La Liga, që ne kemi një respekt jashtëzakonshëm dhe unë personalisht mendoj se është liga më e mirë në botë. Por për ne është e rëndësishme që të respektojmë kundërshtarin ashtu siç respektoi edhe kolegun tim nga ekipi Rayo Vallecanos që bisedot për një trajner jashtëzakonisht shumë të mirë. Për ne është e rëndësishme që të respektojmë fanelen që bartim, të respektojmë klubin dhe të mundohemi të bëjmë maksimumin e mundshëm dhe shpresoj që të bëjmë një paraqitje të mirë këtu në Spanjë, në Madrid dhe të bëjmë një figurë të mirë si klub. Ne jemi të gatshëm dalim nesër në fushë, të hapim maksimumin në çdo aspekt. E dimi me çfarë kundërshtari kemi lojën nesër. E rëndësishme është që ne jemi të gatshëm të hapim maksimumin e tjetrën tash t'ja lejmë fushës. Unë mendoj se Rayo është një favorit i madh në letër sa i përket ndeshjes së nesërme, kurse neve na mbetet që jemi një kundërshtar i denj që mundon gjithsesi dhe përsëris edhe një herë që të bëjmë maksimumin. Kurse sa i përket ekipit të Rajos, unë personalisht po besoj edhe në klubin tonë, edhe nga vendi ku vim ne, kemi informacione për shkak se liga juaj e shtetit tuaj është shumë e respektuar dhe ndjekur në vendin tonë dhe normalisht kur ndjekën gjithmonë në njëjtën ligë, mendoj mos të ndjekish edhe gjitha skuadrat të cilët marrin pjesë në La Ligë. Normal që të gjithë e dimi ne që Rayo Vallecano është favorit në ndeshjen e nesërme. Normal që e kemi shikuar gati çdo javë ne shikojmë La Ligan, ne shikojmë ekipet e mëdha, kanë luajtur me Real Madridin, me Barcelonën, kështu që ne i njohim. Edhe jemi krenar që luajmë kështu ndeshje me këto ekipe që i shohim kundër Real Madridit ose Barcelonës, por e jona është të dalim ta japim maksimum. Unë mendoj që është një ndër favoritët për të fituar këtë ligë për shkak se vjen nga një kampionat shumë i respektueshëm dhe shumë i fuqishëm, por gjithashtu duhet të jemi sinqertë se në këtë ligë luajnë edhe skuadra të tjera serioze që besoj që të rivalizojnë me Rayon deri në fund dhe shpresoj që ekipi që do meritoj më shumë të shpallet dhe fitues. Po stadiumin Alas e kemi shikuar, po besoj që është një stadium normal, besoj që këtu në La Ligë ka stadione shumë më të mirë, po ta shohim tash edhe pastaj ndoshta do t'u tregojmë çfarë mendimi kemi. Gjithsesi mendimi apo komenti i kolegut tim është respekt për ne, për shkak se ne gjithmonë në vendin ku luajmë apo edhe në ndeshjet paraprakë në Kupat e Evropës
kemi tentuar që të luajmë futboll të hapur, që të luajmë futboll sulmues. Dhe besoj që nuk mund ndryshojmë nga stili jonë shumë gjëra, pavarësisht se ka momente kur loja juaj varet edhe nga loja kundërshtarit, dhe me thënë forcet me ekipit me cilin përballesh, por gjithsesi ne do qëndrojmë besnik të lojës hapur dhe futbollit bukur. Mirë, ju falenderojmë gjithëve që ndoqët të konferencë për shtyp të në stadiumin Vallecas në Madrid nga ora 18:45 gjatë ditës së enjte. Shkëndija nis aventurën e saj në Conference League. Mirupafshim.